Fëmijët e juaj, larg Shqipërisë si keni? Po, larg i kemi, larg. Larg kemi dhe keq na vjen, Keq ju vjen. shumë jashtë mas. Se nuk përkëdhelim do të nipërit mbesat. Kjo moshë tash është. Po shkoj për kushte sa më të mira, se në Shqipëri nuk plotësohen ato kushte, dhe kështu që detyrimisht do pretendojnë për të gjetur një pozicion më të përshtatshëm. Prandaj edhe largohen. Si pasojë, po plaket popullsia e vendit tonë? Patjetër. Jo po plaket, po plaket me shpejtësi. Me rritje shumë të shpejta. Vile do vi një kohë që do të jetë vështirë për të paguar edhe pensionet edhe kontributet në Shqipëri. Do të jetë jashtë mase, po është problemi që ne nuk zgjidhim dot problem. Ne keq na vjen vetë ngarkohemi se edhe fëmijët tanë largohen edhe kështu që. Po do të jetë më problem për të ardhmen, për të ardhmen e vendit. Ka lezik që Shqipëria bosh nuk do ngelet, po do popullohet me afgane, me siriane, me kombësi të ndryshme. Me kombësi të ndryshme dhe do t'i humbas identiteti i Shqipërisë. E trisht. Shumë e trisht. Po... Fëmijët e juaj, larg Shqipërisë si keni? Po, larg i kemi, larg. Larg kemi dhe keq na vjen. Keq ju vjen. Shumë jashtë mas. Se nuk përkëdhelim do të nipërit mbesat. Kjo moshë tash është. Çfarë ju prek më shumë? Shoh që u emocionuat. Çfarë ju prek më shumë që nuk i keni aty çdo mëngjes, çdo mbrëmje? Po, dashuria për të vejlit. Ne jemi rritur në një moshë të tillë që ishim kallaballak edhe përkëdhelim me fëmijët e nipërit e mbesat edhe ishim të gëzuar gjithë ditën. Pavarësisht se edhe atëherë kishte fukarallëk, po ishin të një lloj. Ishin të një lloj dhe ishim të gjithë aty. Edhe ndihmonin njëri tjetrin. Kurse kjo është një tragjedi e kombëtare. Shumë keq na vjen. Kaq sinqert.